Banorët e rrjollit kanë dalur sërish ditën e sotme në protestë ku kundërshtojnë ndërtimin e resortit që sipas tyre po realizohet në tokën e tyre. Protestuesit marshuan drejt kantierit në bregdetin e rrjollit, ku po kryen punimet për projektin turistik. Forcat e policisë formuan menjëherë perimetrin sigurisë për të mos lejuar dëmtimin e punëtorëve dhe makinerive. Ndryshe nga herët e tjera, protesta ishte më e qetë, ndërsa pjesë u bën qytetar nga disa vende të Shqipërisë, nga veriu në jug. Në emër të Shqipërisë janë këta banorë. Ndërkohë kur Shqipëria ishte dorëzuar para oligarkisë, ndërkohë shumë fshatra të tjera vetëm qashin ankoshin, këta banorë u bën shembull dhe na dhanë një mesazh që shqiptarët akoma janë, ekzistojnë, mbeten dhe luftojnë. Sot banorët e rrjollit janë herojë im. Ne vim nga jugu. Këtu ke jo vetëm nga brendësia e jugut, por ke edhe me ata deri në fund, edhe nga kolonja kanë ardhur sot. Respekti për kolonjarët. Policia e shtetit është shndruar në policinë e mafjes. Kjo është një diçka faktike, nuk ndodh te policët e thjeshtë. Prandaj një thirrje vjen nga zemra që mos e bëni pjesë e muajit të turfit, se një ditë Shqipëria do rilind. Respekt shumë të madh për krajinorët e zonës të rrjollit dhe të gjithë ato që kanë ardhur për të mbështetur këtë krahin luftarake, patriote, edhe me një ndjenjë kaq të fortë të drejtave të tyre. Unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve sepse i vetmi vend pra është rrjolli sot. Tokat e gjithë shqiptarëve janë rrezik. Presim akoma nga prokuroria e Shkodrës që të dali me një vendim, sepse po hetohet për mbështje një viti, për të parë pastaj se si do vazhdojmë në gjykatë. Avokati e ka paralajmëruar dhe ne jemi të gatshëm të vazhdojmë me ekspertiza ndërkombëtare nëse këta arrin të blejnë gjithë ekspertët shqiptar. Ndërsa pati edhe tentativa nga banorët për kalimin e gardit të policisë për të shkuar drejt kantierit të ndërtimit, por u ndaluan nga uniformat blu. Rreth 50 familje të Bakës së Rrjollit pretendojnë pronësinë e tokës, sipas tyre kanë të trashëguar. Banorët kanë depozituar edhe një kërkesë zyrtare në prokurori, ku kërkojnë një zgjidhje të shpejtë ligjore për vërtetësinë e dokumentave që disponojnë për pronësinë e tokës. Ndërsa banorët e Rrjollit vijnë protestën e tyre prej më shumë se 2 muajsh, firma kontraktuese po punon me ritme të shpejta për ndërtimin e resortit në plazhin e Rrjollit.